Një lagje lënë në arrest dhe një infrastrukturë që dëmtohet nga dita në ditë. Kjo është tabloja shqetësuese e lagjes Rilindja në Vlorë. Plagët e lagjes Rilindja duket se po gjejnë shërim. 5 ditë pas rikujtesës së bërë nga televizioni 6+1 Vlora, që në fakt ishte një rikujtesë e radhës, pas shumë lajmeve dhe vëzhgimeve të realizuara, nisi më në fund investimi shumë pritur në lagjen Rilindja. Kronika me fundi televizive 11 dhjetorit në televizionin 6+1 Vlora duket se ka dhënë efekte të menjëhershme. Sipas banorëve, 2 ditë më parë në këtë lagje ishte vetë kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Mersini pa nga afër gjendjen e amortizuar të rrugës, projekti së cilës nisi të zbatohet gjatë kësaj të marte të 16 dhjetorit si një dhuratë që u vjen banorëve në prag edhe të festave të fundvitit. Pas kronikës më të fundit problemore të ngritur në televizionin 6+1 Vlora për situatën infrastrukturore të lagjes Rilindja, por edhe për projektin i cili vonoi të niste, kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini është parë këtu në mënyrë të rrufeshme. Pak ditë më parë dhe pikërisht këtë të martë ka rezultate konkrete. Sikundër ndiqni edhe nga pamjet pasmeje, ka nisur punimet rehabilituese për një prej lagjeve më të populluara të qytetit të Vlorës, për të cilën projekti në fakt ishte gati, por kishte ngelur në sirtare. Do të duhej edhe një shtysë e televizionit rajonal 6+1 Vlora për ta çuar përpara këtë projekt dhe pikërisht për të qenë në këtë ditë të sotme të martë ku startoi edhe puna. Mjetet e kompanisë që ka fituar tenderin kanë punuar këtë të martë me ritme për nisjen e zbatimit të projektit. Angazhimi ishte në disa fronte, ndërsa puna duket se po zhvillohet me ritme të shpejta. Duket se kësajere shqetësimet e banorëve nuk kanë rënë në vesh të shurdhët, teksa ka qenë vetë kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, që ka inspektuar 2 ditë më parë këtë blok banimi, ku pa nga afër problematikën infrastrukturore. Investimi parashikon rikualifikimin e bllokut të banimit, që kufizohet nga rrugët Riza Salati, Hasan Kushta, Misto Mile dhe bulevardi Gjergj Kastrioti. Punimet janë parashikuar të zgjasin 4 muaj, ndërsa projektuesi i projektit është Drejtoria Urbanistikës në Bashkinë e Vlorës. Investimi ka vlerën e rreth 46 milion lekëve.